Pothuajse 3 javë pas përfundimit të procesit zgjedhor, konstituohet Këshilli i Komunës së Tetovës. Në ditën e fundit të afatit ligjor, sot në orët e pasdites, me 16 vota për dhe 11 kundër, pas miratimit të mandateve, Këshilli zgjodhi Jusuf Abdulin nga koalicioni Vlen, përkatësisht nga Partia Alternativa si kryetar. Shpresojmë dhe që në të ardhmen të bashkëpunojmë me gjitha edhe subjekte tjera politike, këshilltarët nga radhët e opozitës, do të jemi bashkëpunues të hapur që të punojmë së bashku gjithë në të mirën e qytetit Komunës së Tetovës dhe qytetarëve të Tetovës. Ndërkaq kryetari i Komunës së Tetovës Bilal Kasami tha se do të bashkëpunojë me Këshillin për të realizuar projektet që janë premtuar. Njëherët edhe kryetarit të sapo zgjedhur të Këshillit Komunal Jusuf Abdulit i dëshiroj punë të mbarë dhe të frishme në shërbim të gjithë qytetarëve të Komunës së Tetovës. Vlerësoj që ky formacioni i Këshillit Komunal e ka mundësinë e artë që të vazhdojmë realizimin e projekteve të cilët janë në realizim e sipër, por gjithashtu edhe të nisim projekte të cilat janë të rëndësishme për gjithë qytetarët cilët janë në sferën e infrastrukturës, në sferën e arsimit, në sferën e kulturës, mbrojtjes sociale dhe gjitha kompetencave të cilat janë të Komunës së Tetovës. Në ndërkohë, koalicioni Aleanca Kombëtare për Integrim kishte pakënaqësi lidhur me antarët e komisionit për mandate dhe emrime, ku kishin vetëm një antar, ndërsa ata kërkojnë 2 antar. Fillimisht këtu kemi pasur një reagim në të cilin në komisionin prej 5 antarëve, 3 antar i takuan koalicionit Vlen, 1 antar koalicionit të VMRO DPMNE-s dhe vetëm 1 antar të koalicionit Aleanca Kombëtare për Integrim. Këtu ne kishim reagim pasi që sipas rezultateve të zgjedhjeve, koalicioni Vlen i paraprim procesit mirë, po menjëherë pas tij i paraprim procesit koalicioni Aleanca Kombëtare për Integrim. Dhe si pasojë e kësaj ne kërkuam që ne të kemi 2 antar dhe antari i VMRO-s të zëvendësohet me antarin ton për shkak të rezultatit të zgjedhjeve. Kryesuesi në detyrë i cili e udhëhiqte seancën kaloi direkt në votim. Domethënë nuk hapi debat para votimit, siç zakonisht në procese demokratike duhet të hapet debat pastaj të votohet. Nga iniciativa Më Mirë për Tetovën thonë se nuk kishte debat pas zgjedhjes së kryesuesit të Këshillit Komunal. Për fat të keq, pika e 4 e rendit ditës për zgjedhjen e kryetarit të Këshillit kaloi pa debat, që mendoj se është e dëmshme për demokracinë dhe është në kundërshtim me rregulloren e Këshillit të Komunës. Kjo është edhe një dëshmi se Këshilli i Tetovës duhet të përgatitemi se do të funksionojë vetëm si një makineri partijake dhe do na pamundsohet edhe debati, pasi edhe sot e patë se kishte tendenca për të na ndërprerë fjalën. Përveç asaj, përveç pjesës se është zgjedhur pa debat, personi i cili është zgjedhur si kryesuesi i Këshillit, për fat të keq është person i implikuar direkt në partizimin e arsimit. Këshilli Komunal po ashtu zgjodhi dhe komisionin për emrime, si dhe komisionin për kurorëzime.